Kjo ka qenë një ndër arsyet kryesore që kom vazhdu pastaj fakultetin. Ka qenë profi mirë. Po besoj që deri dikon e kom bërë krenar dhe profën edhe tjerë. Po, kjo ka rëndësi shumë të madhe. Se me prova ka eksperjenca të ndryshme, ne kemi përmendur disa eksperjenca të kaluara. Absolutisht. Bashkë me mua në studio zoti Blerim Gashi, zoti Gashi shumë mirë po dina që s'jam i vetmi i cili kam pas inspirime në vazhdimin e shkencës juridike, ligjeve edhe dy nëzonsa një profesor, mas shumë viteve, shumë bukur më ballë qështu. Po jo mos do të shmërish më pajtu se nuk ka sharmi demokracisë kjo. Po, është nësia. Sot kam përshtypje që nuk do të ketë shumë pajtime, ama... S'ka lidhje. Kjo mund të jetë edhe vetëm paragjykimi im, zoti kryeziu, se nuk i dihet se e puna. Bashkë me mua në studio zoti Fidan Rama, zoti Rama mirë mbroma, mirë se keni ardhur. Ju nuk keni qenë prizren, kështu që por ekspertizat juridike edhe të kryeziut edhe të hodajt i keni parë nga komunikimi direkt, por me këto Lantin, unë edhe unë më shkot mes me një kon farmaci, kështu e kam pas plan. Unë mjekësit përgjithshme. Ka pas kërkesë, po, për me vazhdu nga prindit mjekësim, po nuk e kam profesorin këtu që më ka shti. Kërkoj falje. Bashkë me në studio të Halil Matoshi në krahun tim të majtë, që nuk do të thotë domosdoshmërisht një këndvështrim politik ky majta. Mirë se ke ardhur Matoshi në studion e Politikos. Faleminderit shumë. Përndryshe jemi direkt zona e zotëri në YouTube, po një pjesë i këtij emisioni jam kundërshtar di edhe mendimet tua, sepse ju keni pasur 3-4 ditë kohë, i keni dëgjuar edhe palët se si i kanë interpretuar. Çfarë mendoni ju? Është interpretim që ka sjellur qartësi ose paqartësi dhe pse? Sepse në fund do t'i interpretojmë, do t'i lexojmë, do t'i ballafaqojmë me mysafirët në studio. Le ta nisim me zotin kryeziu. Për pjesën fillestare, zotin kryeziu, duke ditur edhe eksperiencën, por edhe gjykimin fillestar viti 2014, a solli qartësi apo e mjegulloi edhe më shumë situatën e kësaj krize politike, vendimi i gjykatës kushtetuese urdhërore? Shiko, këtu kemi një çështje në të cilën gjykata kushtetuese nuk e ka trajtuar kërkesën e 11-12 deputetëve. Nuk e ka trajtuar? Nuk e ka trajtuar si të tillë, por gjykata kushtetuese ka trajtuar, e quajmë ne, një segment ultravires. Ultravires është kur gjykata trajton një çështje pa kërkuar, duke pasur parasysh se efektet e mos rregullimit të asaj çështje mund të kenë pasoja të mëdha publike dhe shoqërore. Okej, se kjo është pak e komplikuar për ta kuptuar shikuesi në përgjithësi. Por unë po përpiqem që të bashkëbisedoj me juve dhe me shikuesin edhe në interes publikut. Shembull, nëse i referohem qëndrimeve, deklaratave, interpretimeve që janë komplet ndryshe, nga mënyra se a e ka një sekond. Nga mënyra se a e ka lejuar votimin e fshehtë ose se ka lejuar votimin e fshehtë, sepse edhe kjo është interpretuar në forma të ndryshme. Nga kufizimi 30 ditëshit, kur duhet konstituohet kuvendi, dhe nga paqartësia se çfarë mund të ndodhë pas 30 ditëshit. Njëra tjetra palë kanë interpretuar ndryshe. A i bie kjo mjegull më shumë në këtë situatë politike të mjegulluar dhe këtë krizë? Votimi i fshehtë edhe votimi i hapur nuk është kategori kushtetuese. A kuptoni? Votimi është kategori kushtetuese. Votimi duhet me qenë i lirë, personal, i pandikueshëm dhe i msheftë. Kjo e ka kuptimin e votës. Vota është e msheftë dhe është e pacenueshme. Nëse cënohet, është vepër penale. Po. Kërkesa nuk ka qenë prej deputetëve, nuk ka qenë kërkesa që të kërkojnë afatizim të krijimit të institucionit më bazik shtetëror të parlamentit. Këtë çështje e ka trajtuar vetë. Domethënë gjykata ka trajtuar vetë duke pas parasysh se efektet, pasojat të cilat mund të vinë mos konstruimit të parlamentit, atëherë gjykata ka dhënë një afatizim në të cilën vendimet e gjykatës kushtetuese janë ligje. Ligjet duhet respektohen. Nëse nuk respektohen, atëherë ka masa ndëshkuese. Okej, ka masa ndëshkuese. Ju përsëri thoni se gjykata kushtetuese ka
lëvizur ndërmjet rreshtave, Po. por nuk është që Tash në gjykata kushtetuese vendimet aktgjykimit, respektivisht kur i jep, nuk ka mekanizëm për zbatueshmëri, sikur që kanë gjykata tjera, por kjo shkon ex officio, në mënyrë zyrtare, konsiderohet si vepër penale, prokuroria e shtetit në mënyrë ex officio, domethënë merr detyrë të trajtojë këtë çështje.